Rritja e çmimeve të energjisë e shkaktuar nga lufta Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit po i vendos qeveritë europiane nën presion për të ndihmuar familjet dhe bizneset, por financat e tendosura në disa ekonomi të mëdha nënkuptojnë se fuqia e tyre është e kufizuar. Franca, Greqia dhe Polonia kanë vendosur kufizime në çmimet e naftës, kufizime dhe zbritje në marzhet e fitimit, masa që vijnë me kosto të vogël për xhepin publik, ndërsa Gjermania gjithashtu dëshiron të rregullojë çmimet e shitjes me pakicë. Por këto vende mund të kenë nevojë të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Analistët mendojnë se nëse do të ketë një ndërprerje për më shumë javë të furnizimeve me gaz nga Katari dhe çmimet do të rriten, qeveritë europiane mund të ndërhyjnë dhe të rivendosin disa subvencione. Britania ka thënë se është shumë herët për të ngrirë taksën e karburantit, ndërsa qeveria franceze ka kundërshtuar thirrjet e opozitës për të ulur TVSH-n. Italia po shqyrton mundësinë e përdorimit të ardhurave nga TVSH-ja të gjeneruara nga çmimet më të larta për të financuar një ulje të akcizës së karburantit. Dallimi nga viti 2022 është se pandemia COVID-19 dhe kriza energjetike që pasoi kanë lënë deficitet buxhetore në të gjitha ekonomitë europiane gati 3 pikë përqindje më të larta se në vitin 2019. Rritja ekonomike është më e dobët se 4 vite më parë dhe normat e interesit janë më të larta, ndërsa qeveritë europiane tashmë po rrisin shpenzimet e mbrojtjes. Gjermania po rrit huamarrjen për një plan masiv stimulimi, edhe pse çmimet e naftës u rritën me $120 këtë javë, duke u afruar kulmit të tyre të vitit 2022. Situata energjetike e Europës nuk është e njëjtë me këtë vit. Çmimet e gazit janë rritur me mbi 50% që nga fillimi i luftës, por vetëm 1/6 e niveleve mbi €300 për megawatt orë që arritën atëherë, dhe Europa nuk po nxiton të zëvendësojë një furnizues të vetëm, siç bëri me Rusin. Por nëse çmimet e larta vazhdojnë dhe qeveritë duhet të ofrojnë mbështetje, kjo mund të shtojë presionet fiskale në Francë dhe Britani, duke pasur parasysh deficitet e tyre të larta buxhetore. Duke pasur parasysh hapësirën e kufizuar për të vepruar, masat mbështetëse të cilat qeveritë i mbajtën të gjera në vitin 2022 do të duhet të jenë të kufizuara dhe më të synuara këtë herë, thanë ekonomistët e Barclays. Nëse ngushtica e Hormuzit qëndron e mbyllur për më shumë se një muaj dhe ka shenja se rritja po dobësohet, Bashkimi Evropian mund të lejojë disa vendeve të devijojnë përkohësisht nga rregullat, tha Morgan Stanley, duke pritur që ato të shpenzojnë deri në 0.6% të prodhimit në vit për të financuar masat të synuara.